A një s'ku të fjallë, burë, se vështë të s'ke folë. Vole që të në mes. Ani pak i ki ngosht për s'ko lidhë. Në është ta kemi në thonë najsan. Falimderit shumë që erdhe. Po nale qatë mikrofon, s'ki mikrofon, po s'ka lidhë se një është për këtyme, s'ka rësi. Falimderit shumë. E keni pak gosht, po sa ma ngosht që është banë gjanë. Jena mësu është masë se komi smetin nga të mirë. Falimderit shumë. Është avon kam që ka me folë se me Feridën është të vërtet se është një femi ka gjamati edhe si produksion, edhe si shok. E vërtet aho se ma ka besu një rol, edhe pse tash skenaristën e kam afer, po më qëtë diçka të më rej shkijet e të në kohën dhe me thonë, po ma besan atë punën që e vujt, po ma besan atë punën që unë e muj me vujt shumë edhe muj me bo mirë atë pjesë, kështu që falenderimi është shumë i madhë prej produksionit Elsa prej Feridit, po është edhe njëkohësisht prej aktorëve, është një ndjenë shumë veçantë, edhe është nështë një moment që nuk t'jepët gjithmonë, një qast, një rast që nuk t'jepët gjithmonë me konë në kratë aktorëve këto ku janë... E qka kemi e thonë sonë të këtyve për? Këtyne që kemi e thonë? Qëre, këtu është... Po ndëgjoj që po folin për produksionin. Po këtas, po dita shushe kanë mohabetin me Feridin. Unë e kam një mohabet këgja pak me Feridin foli e mshenën fletorën edhe i kena plane krejt tjera. Unë e kërë bisedu dhe me vanë herën e fundit me Feridin. Këtë do me thonë e ka një projekt jashtë vendit. Tash, keqardhe e tina u kanë që ku i kena veç zotnin një fjallë, do me thonë që është në mosh edhe është një profesionalist në anën e aktrimit, gjithashtu edhe kolega Inderum që është në ndjenë shumë e madhe për mi thonë kolegë. Feridi ju ka shumë kesh, do me thonë, mi ju thonë se e ka një oferë shumë të mirë për në Gjermani si produksion me shku. Nuk ka ditë qësh më jo thonë, do me thonë na veç jemi lidhë që ti më keftu në emision, nëse kom ditë me herët këta i pasë, dhe me thonë na jem aty edhe kjo ke e rastësia, sa që nuk kom pasë edhe Mila Imru këta, po... E qka pëtë me thonë me këto të që ka produksionin e le Mjaltini këto dhe... është e vërtet që, po jo, Mjaltinin mënët me lanë për do pjesë, po kryt, e kret është Feridi, edhe... E qka pëtë me thonë me këto? Po du më ju thonë këtyne që këta po folin shumë për produksionin, ose po folin për një të ardhme me produksionin. Ki pëtë me thonë që i përfundon... Absolutikisht, gjithë shka përfundon se Feridi po shkon në Gjermani, dhe me thonë e ka ofertën jetësore që donë me bo t'i shka. Dhe kena është ta kolegës në rumen, është ta i dogot pak qësharake, po nëjse edhe këtyne, është një sen që më ka thonë privat. Ta është të vërtetë se sot e kema prezent. Kemi prezent. Abon më kyç, kjo ka laj madhor. Pse? Pse rrugët e jetit jabë mundësi edhe jashtë shtetit, sepse atje ke mërgata. A keni po anë edhe, po ka dalë? Mërgata lidhet me... Du të me vetë Feridin, a për ti në telefon me vetë? Jo, mërë, jo, Feridin s'kine mu me vetë, veç vetë e këto a hajka regjia, jo. Jo, është e vërtë qëre. Unë komedian, jo. është e vërtetë. Pse ai regjis po beson ti mazat i brana? Jo, po besoj, po atë përfundon. Ja tash pa e gore edhe mu pa kamera më ka thonë mua që e ka një ofertë. Çka ka te ko se di. A di pse e thash ai garagji se ky musia të hote këtyn edhe në moshë edhe kështu. Po jo s'ka lidhje. Shkoj rrotëll brebur, po kur e ki shtekën qel futja trup folt, na çove fort rrotë. Ky më bën jola miki për shkak. Jo, a bën vesh. Unë kam 20 epizoda me marrëveshjet në shkrume, kështu që ato duhet më zhvillu. E sa janë zhvilluar tash? Janë vetëm 15 edhe 20 janë. Jo, është problem që bëva kështu që ato bartën me siguri rrugët e jetës na japin shumë. Jo, për ato skolira ma buni se ti. Ti bën pagesën ai edhe hec për ato skolira. Po që shihni për shembull nëse i shkon e vërtet. Jo, shumë e mirë sepse unë besoj që qysh do të qoftë kudo që të shkon produksioni njënin prej ne. Ai shihni mirë mund ndërprej ky serial. Basa bashkim. Jo, mund ndërprej, po nuk besoj që ndërprehet. Jo, seriali është ndërprej. Ne, për shembull, producentit i dëshojmë sukses kudo që janë. Ai na ka ofruar neve, na ka marrë për me vazhdu që të më gjallë. Jo, nëse javë kish bajnë një ofertë me shku në Gjermani. Me punu atje. Po na jem aktor. Shko lidhe rrugat e mira, po qka me punu, ti veç më thu me punu, qka vlone? Po rrugat e mira. Po qka me punu në Gjermani? Tani në Dubai alo ma të mira. Ai. Qështu kom një unë që Qaj me më thirë mu Feridi me thua da po vjen me punu në Baushtella, që sheton atje në Gjermani ty dhe në shkoj. Jo po se si shkoj në Baushtella. Pa kështë shku me janë po regjien. Po valla i s'kësha pritu heq. Jo, është një vërtet që seriali
Tash, okej, jo mundin me marr që jem të bëj gara si diçka, rregullim. Pesha që edhe bacio të e marr pak si në mënyrë shumë komedie, po kimë pas që komendoll dhe jam, ja. Unë po them se ka pas që absolutikisht, po ato epizoda nuk më mërmenja që zhvillohen, jo s'më mërmenja. 99.9% prej mohabetit që e kom bo. Unë e di që Feridi kur të ban hajgare, gjithmonë fundin e ka. Amo realitetin ka thonë se duhet det çikash. Pse çështek i ka njerëz sa në të vetë. Është prezant këto Feridi veç po. Po veç nëse vjet deri te aja veç një çështje. Qysh në ka thirrë, në ka të bu, kemi gjëruë, kemi vazhdu, në thirrë, në hëtë qitu. Nështë a i ka orkesht, po sa t'i bëmë një thonë publikisht. Nëse. Shumë e vërtet. Nuk ka thonë, nuk po vjetë. Pse zgjidhet i publikisht me thonë me thonë fitem? Kjo konë zgjidhe e jam se e pas që të në kohën dhe më thonë të full produksioni, na kena me vazhdu, kena me bo. Më ronë fjallët e Feridi men që amon është ti. Kemi gjithë momentin, ose në i gjerem kur t'jeme këta, ose në tregime populore. E poshtë moment ma i mirë, pëse se ke pak fani, ke interesant edhe gjitha momentin që mi u kalëzu, kjo është të vërtet. Unë e mendoj se kjo nuk ka tragedi. Jo, unë mendoj nuk ka tragedi. Pane dhe se t'i opin porët. Jo, kjo nuk ka një fund, sepse ne me produksione si do qoftë punojnë projekte tjera, ku do qoftë. Në qoftë të nësë, cili do pineve të ta mërë se do të ketë nevoj për... Po lorë, mësë këshyrë telefonin. A ka mundësi, e këshyra telefonin do shta me thirë Feridin. E me vetë, a vërtet jam... Shefe, nëse aji shkon për që tu rrugën jetësore, më të mirë, një jetë më të mirë, na veç i jurojnë sukses. Ajo është një sukses, një produksion... Se seriali mund të shkon në 100 epizoda dhe mund të jepet një përfundim që e qujna na me kalim kohë. Veç i morëm ret pak në tona ne dhe kalojna në vitin 2025, ditën e mirë u kry puna, kush mundet me tonë arë gjithë. Po është të bronë të flitëru në rëtë. Apo kuptan, edhe po i urojna sukses, edhe une... Ti shkon një jetë atë që shto për e me? Jo veçone, po me nejtë. Gjithë ekipi, kur nim që Feridi për shembull ka zgjedhur një rrugë jetësore që ka gjetë më mirë, ka gjetë tona, na toni gëzohem asaj pune. Pse mos më u gëzo, sepse kena kalu mirë me to. I dëshirojmë sukses. Mirë, po as kërkush një jetë nuk mundet me mnol, kudo qoftë që jam, unë kam i thon këtë fjalë. Sepse me këtë produksion ju e keni pa edhe kur ju shkruaj atë në grup thëm ekipi më i mirë. Unë kam punuar me qindra ekipe. Ekip më të mirë nuk kum has. Bravo, Dardo, bravo, e vërtet. Ej, aty falenderoj unë shumë. Unë nuk di burgjo, vetë Feridin që ku e keni. Unë falenderit shumë që keni gjithë kuën me qenë të one. Unë jam shumë minjës. Me qenërish me posa aktorët mrekullueshëm, si që është Lola, Magbulja, Baria, Basati Bra me qenërish, edhe Fitimi po ashtu. Falenderit shumë. A ne bën një pyetje me ta bo? A më lejohet? Po vallohet. Mase jam aty kryetari fshatit, apo vjedhët me lume neve, vi një epizod. E njokja,